Të nderuar përfaqësues të mediumeve, gazetar, më lejoni që fillimisht ju falenderoj që në këtë ditë vape gjetët mundësinë që të na vizitoni në këtë konferencë të parë për shtyp, që besoj nuk do t'ju mbajmë shumë kohë, jemi shumë të shkurt, kuptohet më tej do varet prej jush. Unë zakonisht në princip kam përvojë bashkëpunimi me gazetarë në mënyrë transparente dhe të hapur, po jo në sport, kuptohet, dhe prandaj sot në krahun e djathtë timin kam këtu shefin e shtabit teknik, profesorin Shpëtim Duro, i cili kuptohet të jetë në gjendje që të përgjigjet në gjitha pyetjet eventuale të natyrës suaj sportive. Por unë desha që në fillim të paraqes 4-5 pika objektiva, si të doni të thoni, edhe një farë mënyrë arsyeshmërie pse bëm këto përforcime edhe të menaxhmentit strategjik. Pra unë do përdor gjithmonë fjalën përforcime, që edhe u vetë korrigjova fatoni, pra nuk janë ndrime, sepse në fakt një pjesë të strukturave ne i kemi për brenda strukturave përkatëse, por çështja e parë është për arsye se u ndryshuan disa rrethana konkrete nga aspekti do të kisha thënë strategjik. Rritja dhe pozicioni i Shkëndijës erdhi në atë pozitë që kërkon në një farë mënyre të përcaktoj objektiva madhore, dhe ata objektiva janë para se gjithash pretendimi në procesin garues kampionatit, po ashtu edhe të kupës. Kjo është një objektiv shumë strategjike dhe besojmë për ato u bën edhe para përgatitjet përkatëse. Ju i keni parasysh përforcimet në ekipin e parë, përforcimet në lojtar, që i ka patur dhe është investim kapitali i klubit, prandaj është edhe objektiv natyral. Dhe me këtë kaloj në orbita disa përtej, të themi, nivelit të ashtu quajtur standard të organizimit të një klubit, edhe me performansën e buxhetit, edhe me performansën e kapacitetit buxhetor, që kërkon pra një përkujdesje dhe një strukturim të dyfish të qeverisjes. Sepse shoqata aksionare, por deshet edhe sipas ligjit, kërkon atë nivelin e parë dhe nivelin e dytë të qeverisjes. Është qeverisja dhe është ekzekutivi. Pra në strukturën organizative, sa për informim, të keni parasysh, se është niveli i qeverisjes organizative strategjike, që është pjesa e presidentit dhe pronarit, dhe është pjesa e dytë ekzekutive, që është me drejtuesit ekzekutiv të dy krahëve. Njëri krah është sportiv dhe krahu tjetër është ai teknik, logjistik, si të doni, pra jashtë quajtur përkrahjes. Objektivi i dytë, jashtë që Pani Koraçin që vi go obrazložam i na makedonski, samo da izavršam prvo na albanski. Objektivi i dytë që është përcaktuar është në një farë mënyre krijimi një platforme që Shkëndin e nxjerr në mënyrë më të sigurt në, të them, përmasat përtej regionit, në përmasat ndërkombëtare. Dhe ajo platformë është edhe për angazhimet tona të përforcimeve të jashtme, përfaqësuesve tonë, krahas përfaqësuesve që i kemi patur dhe i kemi në tregjet ndërkombëtare, tani kemi edhe një përfaqësues të veçantë, pra i cili në një mënyrë apo tjetër është një farë mënyre ndihmëse e madhe e klubit. Në anën tjetër, vazhdon të jetë objektivi jonë madhor edhe krijimi dhe funksionimi edhe formal i akademisë së sportit, akademisë së futbollit më saktë, që kuptohet kërkon edhe disa parakushte tjera. Pra, përveç atyre programeve që i ka patur dhe vazhdon të ketë, tani do të ndërtohet një strukturë pak më formale, që në fund të mbaroj edhe me një, të them, njohje formale që do të jetë në atë proces të disa grup moshave, duke filluar ndoshta tani nga mosha 6 vjeçare, apo sistemin e U6. Dhe objektivi i radhës është krijimi i infrastrukturës bazike, themi infrastrukturës bazike, kjo është ajo për cilën edhe de facto mos tepërmi kam marrë unë përsipër angazhimin tim në të ashtu quajtur infrastrukturën e stadionit. Stadiumi i qytetit, ashtu quajtur Arena A, dhe stadiumi ndihmës, që për momentin jemi duke ndjekur procesin e përgatitjes së fizibilitetit dhe shpresojmë një ditë, sipas standardeve, procedurave dhe rregullave, autoritetet kompetente në këtë rast, qeverisja lokale, komuna, do të bëj edhe shpalljen publike të tenderit për aplikacion në këtë, dhe ne kemi disa projekte ideore
për mënyrën e realizimit të tyre. Dhe kjo sigurisht do të kalojë një investim goxha strategjik. Për këtë arsye edhe u desh që të strukturojmë menaxhmentin strategjik pak më të konsoliduar dhe krejtësisht në fund do të kisha thënë se që ndoshta do të jetë edhe e para është ndërtimi i një partneriteti të qëndrueshëm të klubit dhe të gjithë palëve të interesuara apo stakeholderëve siç quajnë në terminologjinë anglosaksone. Në kuptim jo vetëm të antarëve, simpatizantëve, por edhe grupeve tjera të interesit, përfshirë këtu gjithë sportdashësit, përfshirë këtu të gjitha institucionet e sportit dhe institucionet posaçërisht të futbollit. Jo vetëm federata, pra edhe NATO, ndërkombëtar e kështu me radhë. Niveli dhe rritja tanimi e Shkëndijës mendojmë se kërkonte një nevojë të riorganizimit dhe ristrukturimit në të gjitha këto aspekte dhe këto ishin arsyet pse u desh një përforcim i këtij niveli. Rrallë parë ju përshëndes për pjesëmarrjen të gjithë përfaqësuesve të medias dhe sigurisht në fillimin e sezonit shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë dhe bashkëpunimi jon të jetë sa më i pranueshëm, sa më normal. Sigurisht jam sot për të thënë diçka përpara fillimit të sezonit. Sigurisht unë kam thënë që ishte ditën e parë domethënë para drejtuesve që kam marrë këtu domethënë të një klub mjaft serioz, siç është Shkëndija, që sigurisht drejtohet nga një kompani mjaft me autoritet dhe kjo ishte arsyeja e rikthimit tim përsëri tek Shkëndija, por patjetër me përgjegjësi shumë më të mëdha se sa 2 sezonet më parë, kur sigurisht Shkëndija ka bërë paraqitje të mira, kam thënë, pjesëmarrëse 2 sezon në Kupën e Evropës, kurse ky sezon patjetër që duke patur parasysh seriozitetin, ndryshimet në strukturat drejtuese, në organikën e skuadrës, është e patjetërsueshme që skuadra do të jetë një skuadër që do tentojë të luftojë në 2 frontet, si në kampionat dhe kupë. Sigurisht unë kam 1 muaj në drejtim të skuadrës dhe patjetër përshtypjet ka qenë jashtëzakonisht pozitive. Skuadra tregoi që unë nuk kam qef të rikthehem përsëri në ndeshjeve të Kupave të Evropës, sepse duhet ta quaj një kapitull të mbyllur, por duhet thash ta përmend sepse skuadra tregoi në 2 ndeshje të Kupave të Evropës me Aberdeenin që ka mundësitë e duhura si skuadër me mjaft autoritet dhe tregoi që është një skuadër që u paraqit mjaft denjësisht në Kupat e Evropës dhe tregon për forcën e saj, por përsëri e rikujtoj duhet e harrojmë këto takime për të përqendruar patjetër tek ndeshjet e kampionatit. S'kam gjë tjetër, ju falenderoj edhe ndoshta për bashkëpunimin në vazhdim. Unë thash kam ardhur një ambient të njohur, kisha dijeni shumë për skuadrën dhe patjetër kisha dëshirë për 2-3 përforcime për të afruar në skuadër dhe normalisht kanë ardhur 2-3 përforcime mjaft cilësore që ju njihni mirë. Sigurisht ne duhet të vazhdojmë punën deri në momentet e fundit, nëse do arrihet që të vinë në një përforcim cilësor që nuk do duket vetëm nga syri i specialistit të trajnerit, por nga gjithë edhe ju, siç është për shembull Besart Ibrahimi, Ferhan Hasani, Adrian Coculi, që nuk ka nevojë shumë për syrin e specialistit ose Marian Radesit, lojtarë që kanë spikatur, jo njihin shumë mirë. Unë do dëshiroja, por ndryshe unë skuadrën shikoj që mjaft të kompletuar dhe të aftë për të garuar bindshëm në kampionat. Asgjë nuk është e përkryer, po aq më pak edhe në formatin dhe strukturën e një klubi që pretendon me këto ambicie dhe objektiva
por mendojmë se konform objektivave të garës dhe kampionatit të brenda vendit, kemi përmbush performansën e klubit, ashtu siç u tha, që ndoshta do të kishim thënë nuk kemi nevojë, por procesi i përforcimeve nuk do të ndalë. Pra është përcaktim strategjik. Në këtë nivel të orbitës është përforcuar mjaft. Për një nivel pak më të lartë, sigurisht do vazhdoj ky proces, pra është proces i vazhdueshëm. Ja, sigurisht unë thash e njoh mirë tani kampionatin Maqedonës. Patjetër ju e dini shumë mirë që përgjigjen time janë rivalë Vardari dhe Rabotnici, janë tre skuadra që kanë mendimin rivale që do rivalizojnë gjatë gjithë kampionatit. Sigurisht që Vardari është ajo skuadra, po është përforcuar edhe më shumë, por Rabotnici është një skuadër që ka të skeletin, ndoshta nuk ka të presionin e madh që ka Shkëndija dhe Vardari. Kjo është në sensin pozitiv, po ka dhe patjetër që ka grupin, po ka një trajner shumë mirë, siç është Antilovski. Dëgjoj, është pyetje normale, e ke parasysh. Unë e theksova pak më parë që për lojtarët që kanë ardhur nuk ka nevojë për syrin e trajnerit, dhe unë nuk mund të them jo për lojtarë të nivelit të Hasanit, të Ibrahimit, Coculit ose Radevskit. Apo s'mund të them jo. Sepse edhe ju nuk thoni jo, pse janë përforcime cilësore. Nëse do vinë lojtarë të këtij niveli përsëri, që profi tha që procesi mund të vazhdojë, unë përsëri nuk do të them jo. Kur ka futbollistë që janë në situata prove, patjetër që unë jam kryesor që nëse do vi Abdurrahimi, si thoni ju të them jo. Kurse ku ka lojtarë të nivelit provës, patjetër që unë do jap mendimin tim. Kurse për sa i përket pyetjes të fillimit për në qendër të mbrojtjes, skuadra funksionon si skuadër. Pra nuk mund të thënë individ veçantë, por është problemi puna e trajnerit se si i adopton lojtarët. Unë kam ndjek Shkëndijin sezonin e kaluar, sigurisht ka patur probleme në aspektin defensiv, por nuk është faj vetëm i një qendërmbrojtësi apo dy qendërmbrojtësve. Është funksionimi i skuadrës në tërësi në aspektin mbrojtjes ose sulmues. Një qendërmbrojtës, për shembull, unë kam thënë që e parë që Coculi do jetë qendërmbrojtës i Shkëndijës. Kjo nuk ka nevojë por ju e patë që Pollozhani gjatë kampionatit ka pasur kontestime në atë pozicion, por në dy ndeshjet me Berlinin ka qenë dyshja Coculi, Pollozhani, nuk e di a jeni dakord, ka qenë perfekt, e kupton? Pra është kemi edhe një lojtar tjetër, kurse prej për pozicionit të shkatërruesit, i përmendet bullgarin, sigurisht është në periudhë prove, por është një lojtar për mua shumë i talentuar, që është Besir Demiri, që luan 19 vjeç, që është zakonisht mirë në atë rol. Kemi përsëri Pollozhani që lu përsëri në atë rol. Kemi Armend Alimin që lu në atë rol. Pra ato janë gjëra se do shikohen në këndvështrimin tim në ndeshje veçanta, në situatat veçanta. Atëherë, a do sigurohet transport edhe për Mediumin? Kur bëhet fjalë Shkëndija kurrëzuesën në Nikoqirit, padyshim, edhe pse akoma nuk është vendimi definitiv pra nga organi përkatës i federatës për vendin e luajtjeve, mendoj se kërkesa jonë është që të luhen në Kërçov dhe besoj ata kanë bërë inspektimin e kushteve, në proces të vlerësimit të kushteve, do t'japin miratim pozitiv, dhe sigurisht në momentet kur do të kemi statusin e Nikoqirit në Kërçov, është edhe pse është çështje teknike, pra unë do angazhohem që t'ju sigurojmë pra edhe transport të organizuar spaku mediumeve. Është në dëshirën, mundësinë dhe favorin tonë që të na ndiqni. Rialokimin e ushtrimeve nga Reqica janë për në të ardhmen në stadiumin e vjetër pas ndërtimit të tij.
dinamika parashet që jo më vonë se tetori të përmbyllet procesi i tenderimit. Të shpallet tenderi dhe është proces që menaxhon tjetër kush. Pra ne jemi vetëm palë e interesuar aplikant. Mund të ketë inshallah dhe inshallah ka edhe shumë aplikant të tjerë. Preferenca jonë do ishte që të kishte një investitor tjetër ta bante këtë dhe ne ta shfrytëzonim atës me kompenzim siç funksionojnë kudo në botë. Por ne kemi pra edhe planet tona dhe të dizajnuar ridore dhe nëse kjo do të ndodh, timingu i realizimit, pra, do të shkojë së paku 18 muaj. Ndërtimi i stadiumit vjetër po flas. Se aty po flasim për ushtrime gjithmonë, apo? Aty do jetë akademia. Pra, e ndërtuar, e strukturuar, edhe me infrastrukturë, tribun dhe të tjera. Pra, një investim për ju, ta kemi parasysh, i projektuar diku rreth 2.5 deri 4 milion. Vetëm për stadiumin e vjetër, ndihmës. Dhe sigurisht që kjo për të realizuar fizikisht kërkon një timing. Që do të thotë ne para 2017-s nuk kemi mundësi të fillojmë të ushtrojmë atje. Sikur gjërat të shkojnë sipas kësaj dinamike.